Kur thot Allahu wali tukebbirullah, që ta madhëroni Allahun me tekbire, thoni Allahu akbar, Allahu është më i madhi, Allahu është më i madhi. Realisht kjo është filozofia e gjithë besimit tonë. Filozofia e krejt Islamit është çysh me madhëru Allahun. Me i shpreh Allahut madhërim, me i bë Allahut tekbire, sepse askush përpos Allahut nuk e meriton një gjë të tillë. Allahu është i plot fuqishëm i absolut. Allahu është ai i cili na dha jetën pa na pyetur, na nderoi. Allahu është ai i cili jo vetëm që na krijoi, por edhe na udhëzoi, na orientoi, na zbriti libra qiellor, na dërgoi pejgamber, sqarues këtyre librave. Në veçanti vullin e pejgamberisë dhe zotëriun e njerëzisë, Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Fjala Allahu Akbar nuk është thjesht një fjalë, por është esenca e gjithë jetës sonë. Është esenca e zgjidhjes së të gjitha problemeve jetësore, e tejkalimit të gjitha vështirësive, gjitha brengave, gjitha telasheve. Sepse kur ne themi Allahu Akbar, kthehemi në origjinë. Allahu është më i madhi, më i madh se sa problemet tua, më i madh se sa smundjet tua, më i madh se sa nevojat tua, më i madh se sa telashet tua, më i madh se sa dhimbjet tua. Allahu është më i madhi. A dini çka keni thonë? Fjalën që Allahu më shumë ti e do. Fjalën që Allahu më shumë ti e meriton. Kur ne themi Allahu Akbar, kthehemi në realitet. Prandaj namazin e fillojmë me Allahu Akbar. Prandaj brenda namazit kemi tekbire, që nëse eventualisht ndodh ndonjë çorientim brenda namazit, ndonjë dekoncentrim, tekbiri na rikthen më njëherë namaz. Themi Allahu Akbar, tash veç unë dhe Allahu, nuk është askush tjetër. Çkyqemi nga dynjaja, kyqemi me ahiretin. Shkputemi nga njerëzit, kush do qofshin ata. Edhe më të dashurit tanë po tishin. Lidhemi me krijuesin e njerëzve, me atë që na dha gjithçka, me Allahun e Madhërisht. Prandaj kur çuditemi, kur shohim diçka të mirë, diçka të bukur, themi Allahu Akbar. Allahu ka ditë me kriju një gjë të tillë. Prandaj edhe kur shohim diçka të keqe, kur dikush i tejkalon kufijt e Allahut, themi Allahu Akbar. Allahu është më i madh, si ka mundësi njerëzit me i shkel ligjit e Allahut, kufijt e Allahut. Dhe gjitha këto tekbire që ne i përdorim gjatë jetës sonë, janë edukata më e lartë e rikthimit në besim.